Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 3 tetor të 2025. Duket se kemi të bëjmë një ditë shumë të rëndësishme në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime të rëndësishme dhe jo vetëm. Duke pasur parasysh kemi Mërkurin në shenjën e peshores, por gjithashtu një ndikim shumë të mirë që do të thotë mundësi të mëdha në lidhje me vendime që mund të marrim ose në një takim të rëndësisë veçantë, ku kjo lidhet direkt me punën, lidhet direkt me disa ndryshime të vogla që do bëni në punën tuaj, në biznesin tuaj. Dhe kjo është një periudhë ku gjërat do të diktojnë, do të ndikojnë në favorin tuaj. 10 ditë që parë i peshores, 10 ditë i dytë i ujorit, 10 ditë i tretë i shqyqetarit është në anën më të mirë të mundshme dhe në pozicionin planetar që jep mundësi, rëndësi në gjërat që do të ndodhin. Megjithatë, edhe pse duket se disa vështirësi të vogla, disa